Moti paqëndrueshëm e reshi shiu sa do t'jenë temperatura ditën e sotme. Ditën e sotme moti parashikohet i paqëndrueshëm me vranësira mesatare deri të dendura dhe alternime kthjellime kryesisht pas mesdite. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, reshjet e shiut pritet jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në pjesën më të madhe të territorit, me intensitet ulët, lokalisht rëngata fatshkurtra kryesisht në zonën perëndimore dhe jug perëndimore të vendit. Gjatë ditës, reshjet parashikohen të mbeten prezente të erpasershme me intensitet ulët, shtrëngata fatshkurtra përgjatë relieveve malore. Në orët e mbrëmjes, ndërprerje reshjeve të shiut në të gjithë territorin. Era do të fryjë me drejtim veri-lindje veri-perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond në zonat luginore dhe përgjatë relieveve malore, era fiton shpejtësi deri 15 metër në sekond. Valëzimi në det do të jetë i forcës 2 deri 4 ball.